brenga për momentin po e shoh unë në gjithë familjet, sidomos në Pterush, është brenga rrymës. A bon opinionit të sqarojsh pikët që ku është problemi thelbësor në rrymë? Problemet që janë me furnizim nuk janë të mungesës së energjisë, por janë të operatorit të transmisionit të shpërndarjes. Ju e dini që e kena trashëguar një problem para 2-13 vjetëve të privatizimit, ku distribucioni, shpërndarja dhe furnizimi janë shit për 26 milion euro. Po ashtu edhe të transmisioni e kemi një problem, edhe nga një herë kablët nuk po e bojnë energjinë elektrike që konsumohet. Por nuk ka të bëj me burime të pamjaftueshme, por me pamjaftueshmëri të rrjetit. Kjo është e para.